unë s'e kuptoj. Mban herë të keq më plak. Shumë e thjesht, mban herë pordhe. Po sigur kemi sponsor për shkakun si sponsorizimi nga Aiko. Po Iko nuk e dua fare. Le, S'e se dua vesha fare. kakat, le të vi Aikosi. Aikosi. Po mo, Aikosi shumë herë e mirë, herë trëndafila është nxjerr nga ajo. Çaj. Herë çaj mali. Deri në fundaj do Pra. i bëj vrim tjetër asaj Aikosit. Do i bëjnë tjetër nga mbrapa. Ka një shpash po e kruan Dhe atë të montoj nga fillimi. Do hapi video tutorial në Dhe YouTube. si pune ati kameramanit që tregoi muhabetin një farë. Ore, po pra, Po e kishin spontonte. po shifsha në YouTube, kishin përplas një kështu milioner, miliarder që ishte Bugatin edhe tenton ta rregullojnë kështu vet, domethënë. Nuk ja ka çu Bugatit. Dhe CEO Bugatit i është përgjigje, ka thënë mos e rregullo vet se ka shumë kështu gjëra të ngatruara gjasme edhe. Ky tani e ka bër, po bën ca video në YouTube ku po tenton ta rregulloj vet Bugatin që ishte prish nga aksidenti. Më duket se airbagët e Bugatit ishin ta treshit valla. Po, të Audit. Bërin 35 Po, pound. të gjitha pjesët, po ta blej ke Bugatti kush e di sa shkonte. Le që nuk i shiste një herë, po ishte vërtet Audit, goxha pjesë. Ore, po si funksionon edhe për shkakun, nëse Bugatti donte ta tërheqte atë si makinë, të jepte lek apo ti thjesht ja çoje Bugatit? Jo, ti duhet ta çoje Bugatit dhe duhet paguaj edhe në fillim i kishin kotuar 1.4 milion euro për rregullim dhe pastaj ja ulën 600.000 euro që t'ja rregullonin. Lek xhepi o burrë çaj. E mo, po ai u fiksua thirrë një dy shokë po e bëjnë vetë tani. Po e rregullojnë vetë. S'kan çfarë Që nga bëjnë. si punë podcastit ton. Për zotin, hajde se Të rasim një dy çuna. Bëjmë vetë. bën vetë. E plakon. Do të nxjerrësh atë deri. Për zotin, po nuk e nxorë atë brenda ditës sotme ti. Shko për ata që na dëgjojnë se dinë si është situata, mua më pjes shumë cigare, po këta nuk më lënë, se thonë cigarja mban erë të Jo më keqe. piti, s'ka që urdhro, Ti pije, piva, po ti pije të më shprishur. brenda, jo. Po më shprishur Po se pra, të shprishur. normale ma morën në sysh, po thatë mos pi. Po tani cigarja nuk mban erë të mirë, mo, Ajo nuk ajo është shquhet. cigare valla, ajo Mos është ja thuaj, çfarë, mos ja thuaj, Mos emri plako. për zotin. Na kapi Oh, Plako. pa dashje Është fshije. një lloj cigare që po të na japin lek, do ja themi me emrin fix. Po të marrësh kështu për shkakun cigare falas. Apo do me Po lek. cigare falës. Edhe një vakt. Nga do të fillojmë na- diku. Po pra, çfarë do të na japin atë lejtë? Letra Do Bixhozi. të japin. Vaju iri. Drek. Po duket sikur duhet bëjmë një përshëndetje të xhaxhit Speciale. Ku xhaxhi mo? Të xhaxhi Enverit o vlla. Po jo, më plak. Se po s'na Çdo e luash kot nga varri. Mirë është aty ku është. Po më duket sikur s'na eci podcasti vlla. Po jo, burr, se do Më të dëgjojnë duket komunistat. Më duket Futë mikrofonin në gojë plako dhe të Për tepë. zotin. Mos saro mikrofonin. Shqyr zotit vlla që kemi na një të gjithë tani. Se atë që kishin po e fustin të gjithë me radhë. Po dhjetë, kush dhe e maj, Plak më shumë kujtove në verin. Po shikoja një kështu opinion vjetër, edhe kur ishin lejuar të hapeshin këto dosje të sigurimit, e ishin njerëz pastaj që mendonin se do i përgjonin të sigurimit, kishin shkuar, kishin aplikuar kështu. Për ke sigurimi. Po pra për në dosje, në arkiva, për të Do të thënë rreshur ai dosjen e kishte tyre. përgjuar këta apo jo? Ta Po, sigurimit po. apo ti. Tash këta, domethënë një lloj indicie kishe ti se ndonjëherë në qofshet ka parë. Shifshen e i hije kështu, mbrapa koke. Në atë kohë ndonjëherë me çadër, në diell. Shikoje paso na brava, paso po ti këtu tërkone. E njëri me parë dhe sy deri në fund këmbëve, bezh. Si hero tek ata Marvel ato. Shikoje ndonjëherë me veshti ato zhbllokusat e banjëve që janë kështu Dumbo tamam në për të- rrugë. Po, për të vënë në mur. Vesh muri që dëgjon tej për tej. Edhe që një shkrimtar i ftuar, Rudolf Marko, është nga Lezhaj, edhe kishin 18 vite. Çka ka Mark Marku këtu? Mark Markun, do ta ketë Me i gjë se s'bën. Por diçka. Edhe e kishin përgjuar 18 vite, ishte janë 300 faqe dosje, edhe nuk Si kishin gjetur gjë. si kishin gjetur gjë dhe I si mërzitshëm kishin dënuar. fare robi. Po pra, edhe kishte çuditur. Punë shtëpi. Lago, ai regjimi ishte i tmerrshëm.
Imagjino tani të ndiqesh kot. 18 vite. 18 vite dhe ti ky shkreti s'ka folur asgjë të keq. Domethënë mund të ketë folur, po Ai që e ka dëgjuar 18 vite si nuk është mërzitur. Po s'është mërzitur më se ka paguar partia burr. Po më vitin e 10 ç'është shpresonte ai? Inshallah po thot një gjë sot se për zotin nuk shtyhet më. Po jo më 18 vite valla, ka thënë ai ky është i rrezikshëm ky. Merrte Sa të dieta merrte ajo, lek burr. valla. Se vini nga Lezhë, kupton? Merrnin dieta për ta përgjuar në Tiranë. Vinte Robi operativi nga Lezhë në hotel Arbëria. Se nuk e kuptonte, pse nuk ishte i Tiranës që përgjonte. Po jo, po zakonisht caktohej një person, një operativ për një person. Edhe ky tani nuk është se rrinte në Tiranë, po ky shkonte ndonjëherë se botonte edhe libra. Udhëtime pune. Po, udhëtime pune, ishte edhe operativ. Kishte udhëtime pune gjithsesi. Po edhe i theshte Blendi Vefziu këti, si e more vesh që kush ishte operativi, po kishte mikrofon në xhaketë. Nga ata mikrofon podcasti. Mikrofon podcasti. Edhe kruan dhe këtu të qapa. Tërkor, ja fol që këtu, se s'po të dëgjoj mirë. Qa partia? Po pra, çfarë dhe kundër Enverit? Jo. Qa patatet kuqe. Ku ka patatet kuqe? Nuk janë të mira. Revizionist. Në spac. Agitator dhe propagandistik. Qa do të thot bankomat? Bankomat. Ke ka bankën mat? Ke dëgjuar këngë italiane? Ke dëgjuar këngë gjermane? Këngë të leta gjermane? Shkretët. Seriozisht, Po, kush kur e ishi? imagjinon plako, Ka se qenë puna shumë. është dhe dënimi që i ashpër, nuk është se këta Jo, dënimi ishte më i ashpër se sa krimi po, normalisht. se Kishte t'ishtin vetëm proporcion. nga puna, se dhe sot funksionon një lloj përgjimi. Po maksimumi mund të heqi nga puna, nuk shkon në zyrë më, nuk je i preferuari. Po që atëherë të fusnin në burg plako dhe të fusnin super fare. Burg mirë, të internonin. Po, në burg pa mure. Për zotin. Gjeni cili burg. Po, në komente. Nuk e themi, erës tjetër do e themi kur është burgu pa mure. Do e lejmë Herës të tjetër do aludonin. kemi edhe video me burgun. Gazetar. Tikë në spac. Tikë që vetë shpesh. Nuk shkojmë, unë se di ku është. Po pra Spaçi. son. Në Spaç. Po atje më ku ke të dashur timo valla. Oh, po jo. E dashur e spaç. Nuk nxjerret e dashura Spaçit kështu, se është e rrezikshme. Është e rrezikshme. Normale. Pse do ishte aq e çuditshme lidhja me një person burg. Në Spaç. Jo, se Pa kam okej, pasur atëherë, shiko, Po ima se ata kanë pas kështu propagandë, Po. prandaj kështu që s'është se ka për Propagandë. ku propagandë. Ç'a do të thosh? Jo po më ja nuk futa kot. vinte njeriu. Domethënë, gjëja më e mirë është që të ndaheshe direkt nga ai që ishte në burg. Për arsye ç'a ka bërë? politike. E mos se si shta që Ah, thjesht është tani. politike. Jo, ndaheshe direkt plako, se përfundojnë internim. Përfundojnë një fshat humbur. Jo vetëm përfundojnë fshat Me qave humbur. të shtëpisë. Po pra, po edhe ata jo, se nuk të zgjidhja është flisnin ajo. ata të fshatit. Zgjidhja është ajo tani të ndahesh direkte. Po shumë njerëz e kanë bërë pla. Shumë njerëz, domethënë kur kanë, sidomos për shembull kur dikush është arratisur, e kanë ndarë direkt. Ato të detyronin më gjithsesi se ato zakonisht kur i arrestonin dhe nuk ishin prova mjaftueshme, kështu që merrnin njerëzit e familjes dhe i detyronin që të dëshmonin sikur filani kishte bërë krimin. Po. Dhe- Që të shpëtonte. Që Jo shpëtonin vetëm që të ata shpëtonte vetë, jo ky. familjari, po dhe që të kishte prova që prapë ai akuzuari ka vërtet, domethënë, Po, pra, e se- treguan këto të familjes që Sa do ka faj. formale të ishte, sa do dënim kështu arbitrar, prap duhesh një lloj dokumenti, se ata dënonin kështu, okej, je i dënuar direkt. Normale që disa dokumenta do t'i Po, pra, bënin. po, ata. duhet- disa dëshmi, disa Ç'a ke bër? Ri atje e kam bër. shikon atë që ble cigare. Ky vinte blinte cigare, fliste anglisht. Jo, ose blinte cigare, më theshte, a ke çak maktedhin nerë. Parlamenti. Ajo është direkt kështu.
3 sekonda, se ndes Se i cigaren. doje çakmakët. Po të ndizja cigare. Pse s'thua që çfarë do bëje me tërmend, do i janë në parlamentin. Atëherë thoje do ike unë, merrshin direkt ku do ikësh ti gja, u arratis ky, do ike unë, i thoje një shoku ti, nesër më kapesh mes Jo, më qytetit kapësh, se do ikte ky. Ku do ikte ky? Ai do ikte për shtëpi vëlla se Po do kishte marmuria e ke do ikte, parasysh. do arratisej. Do arratisej për Po. kumë. Dhe ratisësh me shapka. Me shapka me Me gisht. shapka, Jo, s'ka pas ndoshta shapka me gisht atë. Jo se ishin kështu ato. I përdonte fabrika, jo më ç'tjashme, ha. Jo, Këto ka pas venda se, shapka me po pra. gisht valla, ka pasur shapka kështu me në ato të mëdha të fare. I përdonte Nallan, plastika pra. Po, që kur ecin në qytet ngatrohesh me kalin. Po vjen kali apo po vjen në njeri. Duhet ka qenë rezistente gjithsesi ato, Jo, nuk ato prishen. ishin super. Se me ato ratisësh e vërtet, se e bëj si trap në ujë. Do mos në ujë plagë. Shkroje nga liçeni Fusi, po gradej. po bre. Jezusi direkte. Ninja. Katër shapka plago ikje. Këmbadorasi. Edhe një nga ato erashkat. Erashkat kanë ato të japoneze, Ba. që në kështë të mëdha. Që drejton nga era. Ajo dhe është për me majt 2-3 veta. Kishte edhe personale. Po pra po, Që bën fresk. me forcë motorike, sa e madhe e erashka, aq më lart ikte në Allanje. Po kanë vuajtur, kanë vuajtur. Kam vuajtur vërtet plago. Ore, po si Është ishte të ajo tmerrshme. historia e tyre të 4 burgosurve që, se më the atëre që i kishe parë. Morën për bazë Prododuarët, se si i kishin ata. proto Prododuarët. 2 nga ata i pushkatuan, bla. 4 veta këta të gjykuar, edhe po për çfarë do krimi? kundër rebelima, kundër nuk e di, diçka e tillë, po që te ishte grupi i organizuar për të hedhur pushtetin popullor. Po dëgjonin Do- këngë të këqija, kush Po, ishte do i- krimi vërtet. Plak, krimi i vërtet ishte se këta vinin si quheshin fshatar të pasur me toka, do në origjina e Kulak. tyre, po, kulak. Do në origjina është fshatar i pasur kulak. Edhe i kishin bërë bashk, këta ishin goditur gjatë gjithë kohës, se njeri kishin vrarë babain, njeri kishin pushkatuar një xhaxha. Edhe normale që ju kishte ardhur radha këtyre prododuarve të shkrejt. Edhe i futën 4 veta, sigur do hidhnin në erë, kombinat. Fabrikën e tekstileve. Fabrik, po, në Berat. Edhe u detyruan edhe këta gjatë gjyqit ta e pranonin që po, Po, ne po. donim të hidhnim në erë. Po kapen gjyqja aty, pastaj të bëjnë zborin ato, nuk lejon të mos ta pranosh. Kështu është, Percenojnë familje e tjerë. Nuk përshkatove. Po, pushkatuan ata. 2 veta. 2 veta Po, u 2 pushkatuan. 2 tjerë burg, njëri 25, tjetri 20. Gjina shumë. Sa ka pasur nga ato kështu? Mendohesh që 6% e popullsisë Shqipërisë ketë bërë një lloj burgu politik, që është shumë. Këta thonë që është pak. Por që Mund të kishin bërë më shumë. po, e Kush na ka meritonin më shpëtuar? shumë. Duke filluar nga Rudolf Marku. 18 vjet, mos Për ta zotin. kapin. Vërtet, ta pas kanë qenë për të hequr nga puna. Tamam. Unë do i kisha 18 kapur vjet njëri do kishte bërë dhe një gabim kot më po plak. për zotin. Mund ja kishe nxjerr pa gabimin plako e ka Po, bërë me Po patjetër. jo më 18 vjet do kalosh një herë ku di un rrugën aty ku s'lejohet, ku di gjë. Po pra, unë doja fusja vetë një letër në Po, xhep prandaj po që them. Diçka valla, për një natë që s'po e kam dot. ç'është kjo 18 vjet punë kot. Po edhe torturonin atëherë, kanë qenë edhe tortura goxha të këqija. Po pra, Normale. Ke po muzeu t'ishin gjetheve ke kështu listën e Ka listë torturave. Po, torturash. ja 40 e ca tortura. 40 ca që i përdorin sigurimin Po, ton. po, që i përdorin domethënë tortura kështu barbare fare dhe Barbare. mes jetës. Unë s'kam qenë këtu Ke- fakt më ke qenë ti shtëpia atje? gjetheve. Jo, kam parë disa foto të torturave, kishte një listë domethënë torturave dhe shpjegonte se çfarë tregonte domethënë se cila torturë. Pra, emri i torturës kush dhe tortur të pëlqeu më shumë. asnjëra po, ai ishin. E mo. Kishte nga ato kështu që ishin. Akull në topat. Te nuk e di. Kishte njëra me Ajo macën. është kundër torturë. Ai është për Për fresk. të ardhur, për të ardhur në vete. Po njëra që më mbeti në mendje ishte që grave i fusin dacin në fustan edhe ja linin aty domethënë dacin e egërsuar. Maçokun. Për Maçokun. ata që s'din frëngjisht. Maçokun në Sorry fustan. Po. for French.
Edhe normali që Maçoku ka tendencë për kapur peshkun. Dalur jashtë, kështu që Se bie era edhe I kundër më undët. edhe Ka nevojë për shpjegim. po bra, nga shumë e peshku, qartë nga besoj. peshku, nga peshku. E qartë për Maçoku. Çfarë duhet bëj? Vetëm unë se kam të qartë, plak. Çfarë do bëj Maçoku aty brenda? Thjesht do kap diçka. Maçok. Maçok. Maçok të zjerë në sqetu. Ja, është vetë të zjerë, po. Po. Jo, në një film që kam parë unë, se di sa e vërtet është në këta torturat vietnameze vlla, merrni një kusi. Pandispaj. Dhe i krem, edhe çfarë bëni? Merrni një si tip kusi, një si tip kove e hekuri vlla. Edhe Po. të fusni një mi aty e ta vendosni miu në bark. Edhe nxenin atë me atë Kovën, po. e nxenin me temperaturë shumë të larta valla derisa e gërsoi miu. Edhe çfarë bënte miu nga që kërkonte shpëtim të shponte në Jo, barkut. agresiv. Të shponte në barkut valla. Për agitacion dhe propagandë. Po, për zotin. Edhe aty kërkonte shpëtim miu. Vetëm kur të futej Kërkonte pranë shpëtimin. stomak, po bra. Se miu I e gërsuar, I shurdhonte pastaj nga thirrur. E gërsonin miun. Po tjetër. Po e mendja ajo me vezë në sqell valla. Prago na erdhi taksia. Ka përsitur njëri taksi. Jo më pizza. Pizza. Por I keni pa ato bastet e fundit? Unë kanë dalë shumë reklama, e provova një kështu ishte account fake, që është një kamera Po? diku në botë që kap trafikun dhe vend dy viza kamera, domethënë është kap trafikun live në botë, mund të jetë në Amerikë, në Kinë, kudo që të jetë, dhe ti vë bast se sa makina do kalojnë vizën për 30 sekonda. Dhe mund të vesh bazë deri në 10.000 dolar, domethënë, dhe ajo e kap, nëse do kalojnë për shembull në 15 makina, nga 15 deri në 17, që duhet mund ta gjesh dhe fiks ose mbi 18 makina dhe ti vë bas para se ashtu, domethënë fillon loja dhe aty kalojnë makinat, është live, pra thjesht është një algoritëm që e ka parashikuar pak a shumë që vendosin A është live apo jo? Është live. Nuk është të regjistruar. Jo, është live. Është thjeshtësisht e manipulueshme plak. Është me po, domethënë këto shpjegonin që me ai llogariste fluksin që ka aty domethënë zakonisht aty dhe Po. prandaj vente këto kocientët. Njëri që kishte nxjerr në Instagram kështu video duke luajtur në YouTube, nuk e di, kishte fituar $318.000, kishte vënë $20.000 bast që do e gjente fix se sa makina do kalonin, 18 makina më duket dhe kishte koeficient shumë të lartë kjo. E provova. E provova. Po I provova kështu demo. Ti jepte $10.000 ajo aty edhe mund ti luaja domethënë kod ato dhe I futa unë basta arrita ja $50.000. Po lek falso domethënë. Që fitova disa herë unë, pa disa herë fitova. Imagjino ti kishe me tërmend $10.000 për të lozur. Po, ashtu unë I fusja kod pa emocion domethënë se thjesht ishin lek kështu. Ajo është puna e bastit që ajo është basti pastër, domethënë koeficienti që t'jepte ajo për domethënë t'ia kalojë numrin që ai parashikonte ishte diku ke 3.4. Kështu që ishte goxha e vështirë. Ore, mendon se këtu në Shqipëri plako funksionojnë këto kazinot edhe këto që dikush të vej me një strategji edhe të lozi edhe të fitoj, për shembull në blackjack apo në nuk e di, ke qenë një herë në kazino për shembull? Prago më duke si ato telenovelat spanjolle. Po e zëri më të lezetshëm valla. Sigur do na pudhësh në qafë, plago. Se kam, po si ishte pyetja edhe një herë. Të pëlqen zëri. Që emocionua. Më emocionoi Alejandro. Fernando. Po pra, Kristi Vikena Barcelona, ç'është ai filmi valla? Po, plak. Unë se di atë Nuk e di, filmin. po. Një film I bukur spanjoll. Shumë I bukur. Me Scarlett Johansson. Edhe po thoshe, po pra, e kupton vet. Edhe jo, po thosha që keni qenë në një kazino për shkakun, që të veni të lozni. Plak, edhe nëse se kemi qenë, s'besoj se mund ta themi, plak. Po pra, nuk lejohet reklama kazinove. Pastaj anulloje si temë. Nuk lejohet. Po jo, se nga që dëgjova për shkakun që ishte një përqindje shumë e lartë për të fituar, prandaj. Ku, këtu? Jo, në Shqipëri nuk e di Jo, po për shkakun këtu. kemi shumë fakte konkrete, kërkoj një shoku jon në internet. Fakte Burimi konkrete. sigur që se Serios. E hodhëm dhe me pas, po me pas që ta gjim se sa do
Ashtu edhe. Thoshte mbi 90% Unë ajo. e dija 20% valla, ndërsa Google i nxirrte 90. Si 90 shumë. 90% më valla të fitosh. Jo, nuk është, do me thënë që kazinoja brenda të ditës duhet të të kthej 90% shumës që ka grumbuar nga gjithë lojtarët. Pra nëse gjithë lojtarët bashkë okay. kanë harxuar 1000, 2000, është grumbuar 100.000 lekë, aty do të kthej 90 gjë. Një lojtar ose disa lojtarë varet se si e ka rrogën. Nuk e besoj. As unë plako. se Se besoj këtë gjë valla. Duket shumë. Po s'kemi luajtur aq shumë sa. Ajo i bie sa do paguaj taksa, një. E pra, Bajtu janë kazino, shumë. Ajo 10%. sa duhet korruptoj. Sa duhet korruptohet, pa ja. Sidomos këtu njerëz besoj të funksionoj plako. Ku? Këtu në Ky Shqipëri s'bëhet 90 fjalë o burr. Po. Mirë, shiko se më lojrat që mund të fitosh më shumë në kazino është blackjacku vetëm valla. Me të numëruar Me numëruar letra po. Po. Po ti jesh i Pa edhe zgjuar, ajo ka prap probabilitet, sepse të gjitha lojrat në kazino plako janë bërë që ti mos fitosh mos se. fitosh. Përveç se blackjacku, se aty Blackjackun e kam bërë që. Falja këtë. Po, Me këtë mund fitosh. Ti klient i zgjuar. Ç'është kjo propagandë për Blackjackun Po, kështu? sidomos ata që kanë certifikat inteligjencë të vinë të po, lozin. po numëroja, po mësoja të numëroja letrat para ca ditësh valla prandaj. Se doja një mënyrë për të bërë lek. Edhe thash, okay. Kjo ishte mënyra më e sigurt që gjete. Mësosh të luash Blackjack. Ju futan ChatGPT valla, cila është mënyra më e thjeshtë për të bërë lek, numëro, më tha letrat të Blackjack. Blackjack. Ora Po, unë në fakt, ata të zbulojnë Kundër zbulimi. Kundër zbulimi. Po, Se qetëve. Ata që kanë qenë të shikut. Ka marrë kazino për. pa ato mos e. Ato kanë eksperiencë. në kazino. Si fiton ti Blackjack? Se ngatruan torturën. I thesha Duke i vezën thënë, e jo mo jo. Ja, ta vusim aty. Edhe prandaj shkojmë. Nuk i kishin kontrolluar faktet, Cili kishin ishte problemi plako ta fusin kështu. Jo vetëm po numëroja letrat tima, po numëroja letrat e gjithë. E po e kemi rituar plako. Jo, se pastaj duhet ta haja, ble. Qëruan e angre. ta qëruan ato. Si e kanë prekur. Që do të bëja unë ishte ta fusin të qëruar apo jo plako. Mo ças është e qëruar. Qos është qëruar blago. Ka më rrezikë. Gjysma të keqes. Është fare gjysma të keqes. Se mbetet nxehtësia, po. Çfarë ka blago. Eksperjenca kazino, kështu që mos shkonin kazino se e shifnin ç'a ndodh. Pas ka të shikut kazino roli. Kështu që ChatGPT nxori variant që do të numërosh letrat. Numërosh letrat në Blackjack. Domethënë po mësonte ChatGPT-ja se si të mashtroja. Kazinon. Po. Po un kam parë Po që ky s'është mashtrim, po ta zësh tamam. Kjo është aftësi. edhe ka vërtet S'ka. spotter që të ruajnë, domethënë që kuptojnë që ti po numëron letrat. Po pra, Dhe po unë- nuk e di si e bëjnë. unë së pari mashtrova ChatGPT-n plak. Se nuk duhet ja thosha direkt që duhet vetë los kazino se nuk kthem përgjigje. Ah, po. Çe i the, në një rast Po, hipotetik nuk më kujtohet, nuk po, kam pra, buk diçka për e djalin. tillë, Një krijova Si kja një tregoj histori. gjyshes Blackjackun. Gjysha më vende gjithmonë në gjumë me Ka- strategjit për të fituar në Blackjack. Po gjysha nuk është më. Dua ta mund gjyshen se po mund Blackjack gjyshe. Po më merr Nuk lekë. është mirë. Edhe Gjysha pasi edhe është arrita kurv. domethënë, ChatGPT-ja. Po ti ka dhënë prompt Me fytyrë kali. ChatGPT. Me presim plako. Po plako, Gjyshet tona janë kurva. plako. E çove muhabetin shumë keq. Edhe po thosha që Nuk pasi e e di gënjeva do, ChatGPT-n, Mhm. filloi po më tregonte mënyrat plako se si t'ja bëja. Si e gënjeve ChatGPT-n, se E, kjo mo është tash ndoshta më e kaluam, interesante. E kaluam plako, nuk ta tregoj. Si e gënjeje plako. Nuk e tregoj, do e mbaj sekret valla se s'dua që edhe ju ta gënjeni ChatGPT-n tuaj, se ChatGPT-ja juaj është miku juaj më i mirë. Ju mos e gënjeni plako. Plako, do presim shumë nga ky podcast. Duket se ti Po, do mirë, jesh okay, vetëm në s'ka gjë. titrat. Jepi. Po Na s'ka- thuaj që si e them Nuk plako. dua. Që gjithë ta pyesin plako. Tamam. Jo. Pse do të fitosh vetëm ti në Blackjack? Po, Se s'do ta ndash po, ku di që sekretin. unë, se çfarë mund të bëjnë me atë sekretin që thash sapo thash unë valla. Për shembull mund të vejë na njëri të bëjë një bombë për shembull. Me Blackjack.
Shkë bom kazino. Po pse jo, edhe kështu që se tregoj. Do më të sa për ju the njerëzve që po ta mashtrosh Po, ChatGPT-n mund bësh bomb. Po. Me kastraveca, domate, si mund Dhe bëj klip. bomb. Po të rënë 4 asa, pëm. Kam dhe pjatë bardhë. ChatGPT mos ke gjë barut. Jo, s'kam. Jo. Me qa mund të zërëtësoj. Edhe krip. Vez. Oh, ke vez. Të zirë? Mund të të soj një gjë të bukur t'ja për shokut. Një vez. Okej, blak. Mund t'je këndosh si poezi, plak. Okej, ChatGPT-ja paft, blak. Për të zbuluar që Po zbulon para shokun. ma jep një strategji super. Kështu që O, plak, tu imagjino tani, jo s'do e them se... Okej. Qa ndodhi? Ja po e them sa për ju, plak, po do ta presë. presësh, plak, nuk besoj të ta presësh. Imagjino tani të zënë këtu në kazino, plak, edhe t'jenë vija i... Vja shëjtetin e ti! Nisë kupton, plak. Kam vezën gati. Digjon vetëm këte. Kupton vetëm këte. Shef një tas me vezë të zjera. Të nxere. Duke avuar. Edhe vetëm syt miza, plak. Bën fast forward. Fast forward. Sigur do vlisnin për tema super serioze, plak. Super Saiyan. Se do ishim të sofistikuar, plak, kështu jemi O të plak, po Super Saiyan, se e lexova sot, kur bëhesh Goku Super Saiyan, do më dhënë humte nga fuqia e ti, nuk e di, transformohesh edhe bëhesh e më i dobët. Sa më shumë herë të bëhesh e Super Saiyan, është më pak i Ne dobët. kishte me kështu, me orë pune. Po. Nuk i bën të mirë, do më dhënë Goku të bëhesh e Super Saiyan shpesh, plak. Mos ka qenë problemi i Gokut, plak. Jo, është problemi i Super Saiyan, Kanë defekt prodhimi. është defekt do më transformimi. Transformator. Plak, po Bulma ka qenë. Hyper Saiyan. Si me ndonë? Ta presim pasi ta them. Po, pa i me 3 sy si kështë emrin. Kurilin, ja. Kurili. Jam qaja. Jam qa. Jo, Jam jam qa. qa ishte ai. Kam qa. Që donë të Bulma. Kjenseni. Kjenseni, bravo. Plako, sa e ka parë edhe unë Dragon Ballin. Po më kujtojnë të gjithë karakteret e Dragon Ballit. Kush ishte i preferuar i joti? Trunksi, plak. Se di. I përve transi, vama. Super personaj. Që atere. Mund të thoi qarë lloj karakterit mund që blako. Goani. Gani trans. Bashkojnë bashkë, Tash, çfarë do ka të një thua? fuzion. Super Saiyan niveli 4. Që do të thotë që jemi trans karakterit. Trunks mo plak, jo trans. Trans, plako e the. Ai ka pasur flokët jo, roz, se ka si pasur gjuhën e një tij. lloj Ne, mesazhi subliminal nga Ty drin krijuesi. kush të pëlqen? Broly. Broli, Po. së shfare në zë. Ja. Jo, në zë, e kishim në zë Në vetëm. zë, atë kam parë. Po thoj Broli. Mua Vegeta më pëlqente. Ua. Sfitonte asnjëherë kundra Gokut. Goku ishte gjithmonë më i fortë. Ishte një javë për para, ble. Po, pra. Po të fiton dhe Vegeta, do shkatron dhe botën, ble. Po ka pas Bulmën Vegeta, prandaj qetësonte Bulma. O zbut, fakt. Pas bulmës. Po ja i mblodhe 7 ferat e sferat, jo. Po, tamam, po të mbledhë 7 sferat, plak, që do i shpreh thoj dëshirë. dragojt? Po, për paqen në botë. Po, se bënte do të. Jo, Se plak. bënte dot. Atë dhe të E kishte vriste. si gjini. Po Si aty gjindi. jo, por aty kalojnë Këta e bëjnë miset, tha, paqen botë. Po pra, Kërkojmë. është e zën. Zënë si dëshirë. supermodelet. Që do bëj ti drin? Ha, Po si të ti mblidhe fare, shtat- ma hoqën paqen në botë nga klauzola.
Se di, plak. Po të ngelsha me 7 sferat vetëm, ku di unë, pyetje vështirë. Do kërkoja 1000 dëshira të tjera. 1000 sfera. Jo, sa ashtu bëhet. Po 3 rregulla ka, por pse i thyen të 3 rregulla të burr? Atë se fiton asnjëherë, plak. Po bra, ose të shpreh shumë dëshira, nuk të lë njëri të shpreh shumë dëshira, se ashtu je i papar. Por mund t'ja bësh kështu për shkakun që unë do shpreh dëshirën, po ti do ta harrosh që unë kam shprehur dëshirën. Po. E bën lup flak. Po dragoj, unë s'jam qatë GPT-ja. Unë s'mashtrohem do të ka Në një mënyrë hipotetike. Po ta bësh në shtëpi atë, një radhë parë duhet t'i kërkosh për shtëpi të re, sa ai ta thyen të shtëpinë, plak. Ai drago, plak. Kur dilte bënte natë, E mo kisha plak. shtëpinë 3 katëshe, mo. Për Po zotin. fëmi më valla tani. Kakarot. Kakarota. Prije. Plak, imagjino, nuk kemi asnjë lloj dëshire, plak. Edhe po të kishim mundësi. Po s'di mos është vetëm një dëshirë, mo Po plak. një dëshirë më plak, mund ta valla, Po thuaj. paqja në botë, mo plak, iku mbaroj, nuk Se bëhet. për shembull, s'bëhet se unë kjo. mendoj. Hiq Jo, më jo. Se paqja- korrupsionin. Jo. Pa, ish korrupsionin, Ç'është kjo këtu? edhe lër vrasjet, plak. Më mirë të ose- korrupsion. Po ndoshta po të ketë pedofilia. korrupsion, po mos ketë pedofilia, korrupsion. plako. Po pra, po do dënohej edhe pedofilin nëse do kishte korrupsion, dhe Po vrasjet s'ka do lidhje, dënoheshin, ma, dhe s'do e- bëheshin më. O, më stam bëj dragoj filozofik, plak. Po, okay, Tani ja. plako, të kërkosh shumë lek për shembull, imagjino ti rrisësh inflacionin në vendit. Shteti. Mos Që e rrit, po as plak, ekonomik nuk e bën podcastin, Po, bre. as filozofik, inflacioni. Ç'është kjo inflacioni? Kot fare, Po, pra, plak. ti s'do ta shpjegosh. Edhe dragoj do qejsh. Po, inflacioni. Qa po thua, më plak. Po se do shtoje lekë do valla. Ti do kesh shumë lek, do shpenzosh ato lek edhe do i shpërndash, domethënë do blesh gjëra që s'mundin, e ke parasysh se do marrësh një yacht, një gjë kështu, një gjë kështu. Edhe do rriten çmimet valla. Se bleve ti jatë. Sa po ke Do rritur shkoj inflacioni, portokalli plako, 200 Sa po ke lek. rritur inflacioni, Se plako. ajo, që është ajo me dëshirën që qa do të prekun, Të bëhet kthehet në arë. arë. Edhe po bravo. Është dëshira bravo. kot fare, plak. Po bëj dëshirë zjarë, më plak. Shumë duhet jemi pa vdekshëm. Do doshit të ishit pa vdekshëm? Jo më plak. 2000 vjet, pastaj besoj. 2000 tjera plus. Pastaj Po ja do- për shembull u shkatrua bota plak. Ra, ku dëgjoj. Do ikësh do gjesh një botë Je në tjetër, hapësirë. mo. Ke kosa Je në duash. hapësirë valla. Po, bro. Po do rrotullohesh në hapësirë valla. Po jo, Po mo. edhe qa? Po do jesh gjatë duke u rrotulluar në hapësirë për 2000 vjet për shkak. O plako, ne po themi gjëra të bukura plak, po themi na futesh në për. Ca Jo po kohë, ty na- shte na te fut- vrima e Për zezë zotin, plak. janë si ato imagjino të gjërat e vëllazër. Ne po themi shijat kontratës. Po ti dosh për jetë në Durrës. Ço se thuaj gjë të mirë. për më zotin. mirë. Jetosh për jetë në Durrës. Po e kam fjalën më plak, po inflacionin, më mirë të jetosh për jetë edhe ty në vrimën në zezë, Do toni se eksperiencë është edhe ajo. Edhe në Durrës. Pa e kam prishur Durrësin. Po për shembull ja me tërmend. Me të tërë Ça mendë. do për shembull do zgjidhet që të ishe për shembull 2000 vite në tokë. Do të pëlqente domethënë të jetoje 2000 vite, ku dëgjoj. Shumë janë më plak. Shumë janë, po mund të jenë interesante plak. Patjetër Se që s'ke mund të jenë nevojë për interesante. shembull për lek s'ke nevojë. Se Pse? po vajte 2000 vjet vëlla s'ke për lek lenama. Nuk e di. Po jo, sa ti do atëherë do dohet të influencoje, do dohet ishe vëzhgues që vetëm të shifshe çfarë po ndodh apo dhe të influencoje se po Po, bëre lek për 2000 vjet e mori gjithë botën mos e. Se do vdesësh po. një herë. Se ti s'do vdes. Puna është 2000 vjet ti je i garantuar që s'do të vrasin plak. Dhe ti je Po vëzhgues mimo, apo ti ti nuk je vdes. Po pra, po çfarë Po do pra, të 2000 vjet s'do vdesësh. çfarë do bëj? Urdhro, ja, zëre se fillove tani dhe ke 2000 vite kohë, një projekt. Do i provoj gjitha profesionet. Po ja Po e çpiuj. dhe ati që zin vezë. Në Itali, në rrugë të Italisë, profesioni i parë. Po, me Ti gomone. pas ke vdekur në plak për shitur veten. Po jo se çfarë do të më fusësh, nuk mbijetoj. Përveç vezëve. Okej, tarif më e madhe kjo. Rrit edhe Sa tarifin. po u taksove. Nga Pa Trumpi. dash. Frym. Flasim për ditëlindjet. Për fishë e gzjarë që udhin në 12 natës. Ata plako duhet plak. t'jen tek
Rrethin sa rreth ka Dantja plako e Dantja Ka një rreth veçantë. 7. Me gjitha stirin 8. Do të çuar tërë në astir. Ti mash ti grumbullosh Astiri tërë. është sandboxi. Nuk e shpjegojmë Po për zotin. që është sandboxi. Ambient testi. Po, ambient test. Teston zoti para se. Para se të krijoj një rreth tjetër, astirin e ka. Krijon setupin në astir. Po mirë, po çfarë është kjo prishje qetësie pra? Çdo ditë, unë e di sa është ora më Po, pak, si fix, këmbana sa do të kishës, thotë, po Një- në Napoli më tha njëri që hudhnin fishek zjarre kur arrinte ania me drogë që ta merrnin vesh. Po këta po festojnë ditëlindje, më plak, e kupton ku e sa di gjë ti. koti është. valla. Po pra, Pse ta marri vesh lagja jote që që ka drogë në që lagje. po feston ditëlindjen Ah. ti. Thash se mos ishte në një pik plako që kur në momentin që unë do hedh fishek zjarre në 12 e ke parasysh. Hajde se do mblidhej në final. Jo se Se kam ditëlindje. Se po kam pra. ditëlindje. Ai është sinjali i sulmit. Kurse korejc me specat kuq ka ardhur kryetari në qytet. Është një me kështu. Se di po dikush do ta ketë parë këtë sekuencë. Është me një film. Po, ha? Është me një film. Në film. Se e ndrova. Është E, fix o, në mirë. film, bla. Sa i nati kam të njerëz. Që thon film ose mrekullush ose Ambazhur. hambazhur. Jinxe. Jinx është i thot. Ta njerëz Si ka i net ata që thonë jinxe. Si kam 2 net. Edhe kështu do. Plago, duhet ftuar dikush që ditë bëj belly dance, plago. Ndërkohë që flasim tunden. Po Mund ta mendoj bëjmë edhe intro atë. Për atmosferë. Po. intro për neve se pa kamerë. Për neve më për Ore, neve. Me bëjmë të Mariana Bonita herës tjetër. Do bëjmë podcast fare më duket pastaj. Thjesht do ketë tundi. Po pra. 50 minuta rënkime, plago. Duke ngrënë patatinë. Duke shijuar për Çamp. ushqimin. Po Ushqimi. plago, në këtë ushqim po na elmojnë kam përshtu. Nuk e di a kam paranoja apo jo. Jo më ç'paranoj janë Plago. gjitha janë nuk ka një gjë domethënë jo të skaduar. Snickersi, Twixi edhe KitKati kishin dalë me arsenik të lartë. Kishte tentuar një tjetër, domethënë të eksportonte mish në një nga prodhuesit vendas, kishte tentuar të eksportonte mish në diku këtej në Europë dhe kishin ndaluar domethënë sepse s'përmbusht asnjë standard evropian më plak. Po jo vetëm mishull, edhe mandarinat që hati. Po mandarinat që kur mo, do të thënë mandarinat po. bëjnë xhiro deri në Kroaci, vëlla, edhe i sillin prapë këtu poshtë, se ja s'bën. hati në Tiranë. Po. Edhe domethënë janë të elmu popullin për vlera qesharake se ato që janë duke fituar domethënë janë duke fituar shumë kodi, 10-15.000 euro për dhe Po, helmo ata- 10.000 veta. Po dhe ata që fitojnë nga kjo gjë helmojnë me gjëra tjera. Po, pra, se kjo është domethënë- puna që S'ka, nuk ka një ndërgjegje fare në Si këtë është ajo gjë. shpreha i ndërgjegje jo, po duhet ketë kontroll. mbyturit. Po kontroll nga kush? T'ja fusin mandarinat në vesh plaku, aty që e T'ja gjejnë. fusin me nxehta. Mandarinat në nxehtë. Seriozisht të buri dhe ne... Po s'ku ato korruptohen, atë kontrolluesit e AKU-s njerëz janë dhe ato. Ore, mua më duket sikur ata s'bën asgjë vëlla. Po jo më bëjnë ato marrin lekët e rishfeteve, si s'bëjnë asgjë ata. S'është punë e nuk marrin thjeshtë ajo. Numroj lek. Shkosh majtas djathtas të Do ke përshtyr edhe du harxhet përshtyr ma e vërtet. pra. 1, 2, 3. Kur themon që ti do i qesh plaku, Po do mos e të ka zëvëndsoj me njët Maria Bonitës. garanci. Albi Bonita. Jepini. Podcastin tjetër do kesh pak zëri ndryshe. Shqyr zotit vëlla do jem edhe unë me i qetë të mërkurave. Ore, po e keni parë ndonjëherë Big Brother? Vetëm me klipe kështu, se kam ndjekur një herë. Ti Albi e ke parë? Jo. O, e di si kishte thënë Ben Blushi, më mirë fëmijat shikoj Big Brotherin se të shkojnë në xhami. Hajde, çmontoj deshifroj. këtë. Hajde çmontoj këtë gjë. Ja, Ben Blushi do jetë kështu kristian, katolik. Jo, s'është faktikisht katolik. më duket është me prejardhje muslimane.
E po ç'do ketë parë ndonjë gjë, pra ku di unë, ç'ka ky mesazh? Ky mesazh S'ka parë Big Brotherin, thua ti? Ben Blushi nuk shikon Big Brother. Jo, ma ishte punonte, ai faktikisht të bëri këtë Po formatin topi. Big Brother VIP për herë të parë. Jo, mos ka qenë ky. Po, Ka ky qenë ishte. Olta. Ka qenë brenda Jo, thua ti Ola, apo? çka? Po, po. Ky ishte pra drejtori s'ka Top qenë Channel ishte. Ah. Ky edhe Ky ishte ai që kur doli lista rrogave merrte Po, 200.000 300.000 euro në muaj, ja, sa ishte. Nuk e di, po Shumë, shumë ishte. shumë. Shumë ishte. Shumë 200.000 euro në muaj plago. Shumë se është. di. Po më duket se ishte bonus që ja kishin dhënë për filmin, por gjithsesi prap. Ishte bonus e pa taksueshme. Tamam, që marrë fata. Po ka, pjesa më e madhe e njerëzve shikojnë Big Brother. Rogën kishte 300.000 lekë. Po është Po, kështu, është form tikën mendja. Çdo risht merresh me shiko, se ushqimin e ata helmuar. Ata supozojnë që janë VIP-a, valla, mua aty brenda vetëm VIP-a nuk duket personazhet domethënë. Po s'ka më mbaruan VIP-at shqiptar, se 2 milion njerëz jemi, po nxjerrim më shumë VIP-a se sa njerëz normal. Njerëz të dalin në televizor valla quhesh VIP, Në mendoj. televizor dhe në TikTok dalësh je VIP. Po bra, edhe ne mund të na marrë në Big Brother Kosova. Pse ata? Është më interesant. Pse ata? Apo ti do të vesh se është. Jo. Se kush është në Big Brother Kosova? Nuk i pëlqeu tani. Jo, plak, pa ata kanë filtrat më të aksesueshëm për ata mund të marrin këto, plak. Ah, okay. Ore, po çmimi është 100.000 euro në të dy Big Brother apo jo? Do i fitosh të dyti? Po. 100.000. 100.000 euro. Jo, më pse preferojmë shumë atë të Shqipërisë me atë të Kosovës për shkak? Po, ata nuk kanë shumë pak filtra atë të Kosovës. Edhe kuptim nuk të pyesin shumë se kush je, ç'a background-i Pra, ke. po, edhe lloji VIP-ave që shkojnë aty është i dorës dytë. Po edhe ndonjëherë si kupton o plak. VIP Skarco. Nuk i kupton VIP opinionistat Sigurisht do ke kosovar. bler vlla. Ma Kapu. qit tu argument. Plako, çfarë po kërkon nga unë? O moderator. Do ishe shumë konfuz. Faktikisht ai Kosovës Big Brother gjysmë porno ishte. Kishte Shumë- ca personazhe kështu, Po, kanë po. dalë dhe mua ca Po, në TikTok. asun se di, po që ama dinin vetëm Çfarë jep? jepet pas 12 brother i vetëm që Me put kuqe, mbajnë mend kur kanë pasur emisionet put kuqe aty anash Po. televizorit, të verdhë dhe jeshile që po ta dinte babi çapo shifje ti mos ta mashtroje. po për ne Ah, kuqe ka ishte qenë- edhe një puthje Po, thjesht po, të ka qenë atëre. Direkt e kuqe, e verdha Hiqë mërë televizorin për këtu. telekomanda. Tamam, telekomanda. Më kujtohet që bëhej Top Channel i verdh ose i kuq lart. Kujt i Po pra, kujtohet? këtë po Po. sa një kujtim i mirë që Po, kishte. bra, po. Sigur. Jo tani. E kujtua të një dy në flashback. ditën vlla. kohë. Po, Për herë të parë, kujtua të dy. Më bëj një flashback domethënë me këtë gjë. para 1 minuti flashback. Plak, a i lejonin në shtëpi tuaj këto skenat kur putheshin? Jo. Kishte direkt tension mo. Ha? Ishte një Pa edhe ne mbyllim qikë. Tension direkt. Mbyll Sikur do gjej pistoletën, jo telekomandën për ta ndruar. Po bravo. Ku është? Ku është të theba televizor? Zotin. Një mbulonte direkt televizorin. Pastaj E pritesh e fikte. ja, po, pritesh e ja 2 minuta kthesh, E ktheje. mund të ketë mbaruar. Ata aty Po. në aksion. Prap ndroi. Ç'është është ky film? Sa po e thëja ashtu si e thashur. Mu kujtua, ha. Film. Film. E the ndryshe. Jo, s'o të më thjerën plak. Film. Po jo më plak, ashtu të dëgjohet ty plak. Nga që ti nuk e thua do të film, e thua gjithmonë film edhe ne po të themi sakt prap ashtu do të dëgjohet. Film. Ne film, Albin vesh film. Film budalla. Ka filtra valla në vesh. Po, në fakt është kështu, është dialekt jugor. Jugorët Po, edhe unë zakonisht ashtu mendoj. e ngatrojnë këtë. Film me film. Ah, okay. E o Kështu që s'ke faj. Është i ngatrueshëm. Si Është që provinciale, po është e ngatrueshëm. provinciale. Provinciale. E belalke. Mo,
Mos, doli. Kemi audiencë plagë. 10 audiencë. Në dhe projektet. Po me që tham për provincën, e ke parasysh kur pyesin njerëzit nga je, edhe ti përgjigjesh jam nga ky vend për shembull. Edhe direkt mendojnë se të njohin, Nga të bubuima. generalizojnë. plagë. Juve ju ndodh kjo gjë? Po normale, tallesh ti. Dallesh Po normale. I kujt je? Se ty s'njohin se. Jo, të njohin personalisht, po të njohin kështu, domethënë familjen. Po pra, i Po të kujt je? njohin ty si karakter, nga qyteti që je. Po, nëpërmjet qytetit Të karakterizojnë Po, ditë me diçka për shembull. normale. Që ku di unë, ti je na Durrësit di not. Pse duhet të ish not na Durrësi më valla? Po, kjo është gjë pozitive plagë. Pse mos dish not nga Durrësi më. Ko do pyes valla, pse Po, duhet në të dish gjë not e ke më të parasysh? smershme plagë. Ju nuk jeni të fjalës, Besës. të besës. Besës. Po, si jam i besës unë. Literalisht mamaja ka emrin Besa. Si i besë. Po jo me tërmend, është kjo pjesa e karakterizimit valla, ta bëjnë shumë kështu domethënë, që nëse mua për shembull nga Vlora je shumë arrogant, e ke parasysh. Po unë s'jam fare arrogant. Po, Ose nëse se për shembull je nga je nga Dibra, Je di bran. je Dibra. po Ç'është kjo nga bet. Se shpejt të prejshk. ai me breakën për kap pas ke veshje tanga. Zoti na qa video, shumë lartë është ajo video. Nuk e di a ke parti, Jo. Drin. Është njeri që Ka gjetë gruan. jo gruan, Dashnore. ish dashnoren me njerin në makinë, domethënë. Edhe e ka ruajtur tër kohës, plak, edhe ka shkuar pastaj me thik aty edhe filmon. Çfarë priti? Pse nuk shkoj që fillim. Plak, nuk e di çka ka pritur, plak, po është skenë shumë e madhe. Ajo është si e ka i filmi, që se nga pusi. The Ring. The Ring, plak. Ajo është fix si ajo që ka dalë nga pusi, dhe njëri nga Dibra e ka Tani me thënë e drejtë. ka pusuar. Zoti ma. Ja pra pse njën Dibra. Për puse. Fuck the Jo, jo. unfuckable. Për pjesën e kështu tradhtisë, ke parasysh tradhtojnë shumë. Traftojnë shumë, pa pra, je Dibran, jo, ti trafton. Opa, ngeci. Isle vajz nga pusi. Pa shkuar. Bile shkojnë vetë. Sa uftofsha. Kur vjen tek pusia me ujë të ftohtë. Jo, shkojnë vetë, Sa i nxjerrin uftofsha. vetë direkt nga pusi. S'ka nevojë që të Ka vajza dalë. brenda pusit. Nuk duan surprizë, plak. Në Dibër nuk duan surprizë. Ma bëjnë një Coca-Cola. Ka kohë. Apo s'është në Dibra, me Ja, në Coca-Cola. Kosovë. Në Kosovë. Kosov. Ka bif real plako midis njerëzve nga Kosova dhe Shqipëria. Do më thënë duket që sikur ka një politik që po na largon plako. A se keni vënë re? Po mua më duket sikur ato paktën në të shkuarën na kanë dashur gjithmonë. Të shkuarën e kam marrë deri disa vite më përpara, se pastaj pra, nuk kam pas shumë kontakt, po. Ka qenë kështu si dashuri pas i lloj kushti. Po. Domethënë Ose ti thua ka ndryshuar tani? Se ne nuk e kemi pasur në herë të njëjtë ashtu siç e kanë pasur ato kundrejt nesh. Po pra se Shiko. problemi atje me shqiptarët e Kosovës është që ata s'kan pasur shtet, vonë u Jo. krijua shtet. Identifikoheshin me ne. Edhe ata kishin shumë dëshirë të kishin shtetin e tyre shqiptar. Po, Edhe prandaj përveçse asaj, po edhe pjesa për shembull që ata kanë goxha dashuri për Shqipërinë është edhe që pas luftës, domethënë që u bër ata një shumicë e tyre ka ardhur në Shqipëri, kanë ndonjë biles që janë hapur edhe dyert familjare. ma plak ajo është asgjë, pra për Jo, mua jo, më s'po e duket kuptoj, shumë s'po ta them për shumë, të keq, po është dashuri se e ke parasysh. Unë shoh një problem tjetër, se ajo është një çast e në histori. Unë shoh një problem që ato kanë qenë gjithmonë bashk. Po jo, më jo, ai çasti është minimal ja fare. Pikërisht pra, jo, minimale, po them Gjëja normale, më minimale që ne kemi bërë gjatë Po, luftës, gjatë plak. luftës. Po, e Eksakt vërtet. pra, patjetër, jo, unë e kam muafin që unë shoh një problem në karakter të njerëzve. Si? Ato kanë qenë gjithmonë bashk Po. kundër një armiku, që ishte serbi. Po. Kurse neve kemi qenë pa armik, domethënë armiku jon ishte imagjinar në kohën e Enverit, Po. Xhaxhit. Edhe ne kemi Si qenë mund shumë ishe? kundra njëri tjetrit, pra thonin që spionon vaj në
3 njerëz, 2 janë spiuna dhe kishe frikë domethënë që nuk kishe domethënë i bashkuar me njëri tjetrin që kishe inat një armik. Duhet të ruheshe nga njëri tjetri dhe mendoj domethënë se kjo sikur e ka zbehur pak atë dashurinë që kemi për njëri tjetrin, kurse ato e kanë pasur domethënë kanë qenë gjithë bashk si kombe dhe si njerëz dhe kanë pasur një armik jashtë tyre. S'kan pasur këto probleme domethënë që të ruheshin nga njëri tjetri e tjerë dhe mendoj se kanë ndikuar disi dhe kjo apo? Po jo, puna është që tani pse po ndodh kjo gjë. Se Çfarë po puna ndodh? ka një lloj politike më së shumti në Kosovë për tu larguar se sa këtu. Domethënë ka një lloj politike që jo kom Po si reflektohet kjo? Si reflektohet domethënë? Si reflektohet? Çfarë ke vënë re që e thua këtë gjë? Është shumë armiqësore çdo gjë, domethënë çdo gjë krahasore. Në nivel politik? Jo vetëm politik, edhe sportiv, edhe Jo, kulturor, ka shumë. që kam qenë në Kosovë, vlla, bajta mora një ujë, kapa një ujë serb, po e ke parasysh nga që refleksi kap diçka parë. E ai më tha mua ai çuni, pse be vlla, po e merr ujin serb, merre ujin e Tepelenës, tatin tha, merre ujë lajthis. Dhe njofti që nga jugu, Merre ujë lajthis, tha, merre Tepelena, tha, merr qafshtamën se i kishin atje ata. Lëre këtë tha aty të ngelit pashitur. Domethënë, ata edhe këto gjërat e vogla për shembull i shikonin shumë. Edhe mua më duk. Kishte më të që thoja unë blagë. Po jo, më po thosha që e ke parasysh ata e kanë dashurinë më valla për Shqipërinë. Nuk është se duket që Ky po thot më shumë jo me njëri, domethënë puna është në këtë kohë shikon që ka një lloj politike për të shkëputur fare. Domethënë për të mos u quajtur as shqiptar, domethënë ata duan të identifikohen si kosovar tashmë. Ky është problemi. Dhe është goxha politik, unë s'po them që janë gjithë, se ti thua një rast ku një njeri është i dashur, edhe më shumë se sa është i dashur me ne, aty ka treguar që është urren serbët në këtë historinë që thej ti. Domethënë mos merr ujin serb, po thot. Po mirë, po pse kush është arsyeja atëherë? Kush është arsyeja që po ndodh kjo lloj përçarje? Nuk e di, po që mua më duket shumë gjë absurde faktikisht. Po sikur nuk ka pasur asnjëherë një domethënë nuk e di, ndoshta ka pasur, nuk jam informuar një plan që bashkohet Shqipëria me Kosovën. Nuk besoj të ndodhi. Faktikisht unë mendoj që më shumë i prishin punë Kosovës po bashkuam se sa ti rregullojmë. Se ata janë shumë mirë më të rregullt se sa ne. Po pra, po i bie që në rrot parë që i bie që shqiptarët e duan Shqipërinë. Dhe mi që e duan Shqipërinë, atëherë hajde të bashkohemi me Kosovën që jemi më të mëdhej. Po unë shoh një mangësi që në fillim që shqiptarët se kam të bashkimi. Jo, jam dakord. Jo, e kam uafin bashkim edhe qoftë bashkim domethënë në mënyrë që domethënë mos kemi këtë lloj identifikimi të ndryshëm që të jemi një. Domethënë duhet vi nga vetë politika dhe politika nuk e ka si qëllim sepse nuk ka përfitim domethënë. Përfitimi i politikës është shumë imediat mendojnë. I momentit. Ke një alat më shumë burr. Po alati më shumë, po nuk i intereson burr. Ai intereson alat këtë Amerikën edhe këto vende të që japin, i vini marrin ishurin e Sazanit. Tani Brenda rajonit. Plako, sa di unë, nuk është i fuqishëm burr. Shqipëria ka aleancë me Kosovën edhe me Kroacinë, është një aleancë treshe që bëjnë edhe stërvitje bashk, ushtrime. Të tre bëjnë treshe stërvitin. Po ta themi të tallë Plako. E do me thënë që aleancën ushtarake e kanë Plak. Edhe stërvitjet Kosova me Shqipërinë zakonisht i bëjnë bashk. Pavarësisht se Shqipëria është në NATO, pastaj është tjetër gjë. Po këto ushtrimet për shembull, sidomos to të ndërhyrjes së shpejta e të tjerë. Po më mirë, nuk po themi që nuk ekziston fare asnjë aleancë. Aleanca tani ushtria duhet ketë aty dhe kështu, po themi për më gjerë domethënë. Problemi është tek ata që duan të quhen kosovar, domethënë ata që kanë të ngulitur në tujë që nuk duan të ashtu me identifikohen me shqiptar, mendoj janë të paguar valla. Ore, nuk janë të paguar. Ore, nuk ka. Shiko, ka një lloj pagese këtu në mes. Ka një lloj diçka domethënë që ti ndaj domethënë shqiptarët vetëm me këtë pjesë domethënë. Po unë mendoj pak ndryshe, sepse për mua nuk ka problem që të identifikohen me veten e tyre, po të kemë bashkëpunimin me ne domethënë, sepse le ta krijojnë identitetin. Mund të ketë kosovar. Si mund të ketë kom kosovar? Po nëse dëgjon atë. Kultura është pothuajse një gjuhë e një. Ka kom Ukrainas për shembull. Kur ata janë rus. Po. Mund të ketë kom Ukrainas Plako. Ja se po marrim ata që po luftojnë tani për shembull. Po.
Po thuaj se Njëti popull janë. njëti popull, thjesht ndasitë e kanë Po bërë dëgjoj, miqësore. o do bashkohen ose do identifikohen në dy gjëra të ndryshme. Përdesa bashkimi nuk është i Kombësia mundur, është një gjë tjetër. po nuk po flasim për kombësinë. Shtetësia E është të diçka mia. tjetër. Po pra, nuk po flasim për kombësinë, mendoj. Apo Po pra për kombësinë do ata quajmë po krijojnë një kosovar, lloj valla. identiteti tjetër. Domthon mos jenë fare shqiptar. Gjuhën se heqin nuk i pëlqej më ndoshta, Tonë jemi aq keq më plak sa që vëllezërit ton kosovar nuk na duan më. Në fakt nuk është se jemi për të dashur. Ne jemi Kemi shitur aq shumë vendin sa që kemi bërë leshe çorb Shqipërinë sa që ku diun, jemi domethënë kanë çfarë përfitimesh kanë ato. Nuk e di valla se si kemi mbijetuar gjithë këto vite. Me thënë drejtë. edhe pak domethënë të shohim çuditëra. Kështu që prisni edhe ca. po pra po. Kështu që Trumpi e mori Sazan. Trumpi mori Sazanin, do marrë edhe. Ka do marrë edhe Zvërnecin. Po Zvërneci. Shumë mirë. Dy pika kyçe plako, ikën. Porti Porti të Tursit. voçkla. Porti në Vlorës e ka marrë Zamiri me shok. Jo, porti në Vlorë. Portin e Vlorës. Vlorës, e ka marrë Marina Vlora. Atë. Portin e Tursit e ka marrë. Jo portin, jo, atë tjetrin në Vlorë një sekond. Është kalon Aeroporti. Durrës. Jo mo ç'aeroporti Jo, atë aeroporti në duhet Pashaliman. Pashalimanin. Po. Pashalimani s'ka qenë ndonjëherë kështu i vend, vlla, ka qenë gjithmonë bazë ushtarake. Po pra. Dikush Po ja, do e marri me sa dëgjova. Jo, unë. sikën. Je i sigurt? bashkë me E ndalon ti, ë? Po jo mos e ka Ndërkohës. ndaluar unë valla sepse ajo s'ka qenë më duket ndonjëherë shqiptarëve me sa di unë. Pashalimani. Pashalimani ka qenë fillim e NATO-s valla. Aha. Okay. Mirë, jo aty më rrotu Nuk ku e jo. jepën Ja bazë. kemi dhënë natës. Po. Po jo më do bënte një lokal dikush, po ndoshta i kam unë Lokal. informacionet Po gabim. mirë, Pashaliman. Po mirë, jo Pashaliman se Karburuni është i madh. Karaburune. Edhe Po mund të jetë edhe i vogël. varet si Varet se shikon. është i madh shteti që po e merr. Se dhe Sazani ishte i madh. Edhe për portin e Vlorës, për portin e Turqit për shkakun. Ha, Në Durrës po e marrin ata të Dubait. po e marrin. A Jo, e e kanë marrin. marrë Ata ato. e kanë futur në xhep, kanë filluar të E kanë ndërtojnë, marrë ato. kanë bërë pallatet. Kështu që Ka filluar. Po ka pallatet, aty, janë ngritur pallatet. sa Shtuar toka. kohë duhet që të shitet Shqipëria e tërbes. Sa mendon ti? Ka filluar më? Disa vende do mbeten pa shitur se Kush më plak? po kush Ne s'do dreqin e Malet. të riku, për shembull. Kush do ta dojë këto? Po në Cërrika ka bagër edhe krom apo s'janë Cërrik. Po ç'bagër. man. A, mono burr, bagër dhe Do vi krom. kinezi më valla. Pa mirë më, edhe nga të fundit. Do vi Ne Cërrik. nuk i shesim kinezit. Kemi gjetur alat ku i shesim. Po, jemi Familjar të alatëve. Ishe si në përkëshu. Vajzave. Plako, kjo është e tmerrshme, plak se tani mu kujtua janë ata banorët e Rjollit, te nga Velipoja. Po. Tash ata kanë tokat e tyre, se janë të zonës prej shumë vitesh. Ja kanë rëmbyer një tokën me një pronar, do një pronar ka 1500 hektar tokë aty. Edhe ja kanë dhënë Bashkim Ulaj, më duket, quhet. Po më po, Ka një njëri. E di më të dia kanë oligark. djegur unë çik të. Po pra po, ja kanë dhënë ati plako dhe tani, jo vetëm që po vazhdon punimet ai, po puna është që këta kërkojnë drejtën e tyre, sillin e policin për ta. Për të mbytur këto Po fshatarët. edhe është e tmerrshme. Pra. Se ndonjëherë kur nuk e vuan mbi kuriz, nuk e ndjen atë Po pra po. Jo, pa është skandal. drejtësinë që të bëhet. Edhe në Durrës është një projekt TID. Po. Nuk e mbaj mend se çfarë është TID-ja vetë si gërma, po është një projekt që do merren goxha shtëpi të pjesës të shëtitores Durrësit dhe nga pjesa Kalas. Po. Janë shtëpi të vjetra, janë domethënë mund të jenë ndoshta 100 vjeçara më shumë, me dokumenta me gjitha të rregullta Po. hipotekuara e tjerë dhe do shpronsohen nga shteti, sepse do bëj lulishte, thot shteti. Dhe kishte shku dhe Edi Rama, domethënë, sepse pronar me shtëpia me vila, domethënë aty në zona që ka shkuar shumë metre katror, dhe do i heqim me një kompensim qesharak, domethënë, sepse Normal, nuk është hapësirë kompensimi shtetit sa vlera, Asnjëherë po s'është- domethënë është goxha, janë goxha ndërtesa që do prishen domethënë në lagjin kryesore të Durrësit sepse do bëjnë lulishte, se duan ta domethënë ta rizhvillojnë Durrësin. Dhe mendohet që pastaj do bëhen cakua Jo, po kështu është në vend bërë. të lullishteve. Kështu është bërë shpronësim nga shteti, prandaj është skem hajdutrie nga vetë shteti. Se është bërë
shpronësimi është marrë nga shteti dhe pastaj është dhënë investitori strategjik. Me 1 euro. Po. Dhe S'po mirë as pjesën tënde molla. Po pra, Jo, po. mo, jo, fare, Është mo. të tmerrshme plak, të kesh shtëpi, Po. se ti imagjinon e i ke vënë një vlerë asaj shtëpie. Lërë njërë që me atë çmim që ata të shpronsojnë ti nuk gjen kurr ekuivalente po, në asaj prone, domethënë. Kishte Është ca të vila aq tmerrshme. të bukura me 2 kate, vila që i kam parë se aty kam kaluar dhe Po. në shkollë, ishin me 2 kate me obor jashtë, kishin investuar goxha domethënë, vjeç tjetër thotë jo me 400 euro do ta marrun këtë. Po. Gjithë vilën që është 400 euro, aty është 4000, jo 400. Grabitje, po. Po, ti e shtëpi tënde nxjerrin nga shtëpia. Nxjerrin nga shtëpi. Do në shtet që të siguron dot as Pronën tate. As pronën. Gjë më do, kryesore po, e po. demokracisë. Po. Po. Ajo është prona. Prona dhe ai sta nuk e siguron. Edhe ti faktikisht të blesh diçka, sidomos në shtëpi private, duhet të mendosh 2 herë se si Po dihet të kalon rrus, po. Po të vinë. Kishin Do nxjerr bëj shumë një pronare. liçen këtu, po, plak, po. Tute mua i gjetët liçeni. Liçeni vajkarit. Ka spik. Liçen me krip. Liçen karstik. Po, dhe edhim krip pastaj, po çat. E të meri vesh dhe jo. Ja. Po ndodhin shumë gjëra kështu. Po se edhe Marina Vlora që po bëhet në Vlorë. Porti i Vlorës një deri në një far pike është dhënë me 1 euro dhe pjesa tjetër pastaj që të shpronsohet është shpronsuar me shumë pak lek. Do të thënë, Pse me 1 euro dhe jo, ku diu 100 ca euro. Se thënë. Po 1 euro me 3-4 pra, Po pra, çmim simbolik, që do ta lërt për diçka e ke parasysh. Ti Po investoj. na ndihmojnë Po, bra, mendjet po. e ndritura të udhin beton aty. Edhe ata për shkakun po e ke parasysh që një djalë që u fut në Bashkinë e Vlorës, aty Po. që po bërtiste, se s'ka marr lekët akoma vëlla. Si Njëri ka ai i marrë, mori, ai duket. mori. Po ata i ka mori. marr, i ka marr, ndoshta më mbrapa, po në atë Më moment mbrapa, që kishte më mbrapa. hyrë pa hyrë domethënë, s'kishte marr lekët akoma. E mo e. Edhe ajo ka 4 vite që, 3 vite që ka nisur domethënë punimet. Dhe duke paguar qeraje budalliqe domethënë edhe prapë si në shtëpi tënde. Jo më që kanë vajtë edhe qerat në Vlorë vëlla. Gjithandej mo. S'po merr dot diku të marrë shtëpi tani. Po pse është fluksi këtyre që vijnë nga jashtë dhe blejnë lekët Po, e jo, re, drogës, ka çik nga të shumë. gjitha. Po unë nuk e di, po kam parë shumë italianë në Vlorë. E mo ka. Shumë pensionista italian që vinë edhe jetojnë në Vlorë për shkak të taksave të ulta. Domethënë ai mund ta ketë pensionin ku dëgjon. Po pensionit tatohet andejaj, nuk i tatohet këtu. Euro për shembull. Nuk e di ku i tatohet. Po fjalin e ti. Më bëre një pyetje që ngela valla. Nuk di atë jepja përgjigje. Ana shkalova. Do ta taj. Ko vajti pa xherego. Edhe jo, thjesht doja të thosha 2 llavi domethënë. Po, thuaj. Miru pafsh. E mbjellim. mbjellim, E mbjellim. Mbyllim. Ciao, ciao. 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 Puç puç.